Përdon se reforma në drejtësi u bë për t'i dhënë fund aferave, skandaleve dhe dallavereve në gjykata e prokurori, në fakt jo vetëm që kjo nuk ka marrë fund, por situata është bërë akoma edhe më keq. Gjyqtarët dhe prokurorët jo vetëm që shohin nga xhepat, por tani një pjesë e madhe, pa diskutim ka edhe njerëz të ndershëm, janë duke bërë pazare me krimin. Rasti më flagrant vjen nga Durrësi, pasi prokuroria ka pushuar hetimet ndaj Trifon Murataj të Banaking, i njohur edhe si mbreti i kokainës. Në portin e Durrësit, policia zhvilloi disa aksione pasi në kontenjerët e bananeve të kompanisë Ziko të Trifon Muratajt u kapën sasi të mëdha kokaine. Dosja më pas u mor nga SPAK, por si duket, në prapasken dosja ka shkuar në prokurorinë e Durrësit, e cila ka pushuar hetimet dhe këtë e ka vulosur në gjykat. Nëse shihet vendimi i cili mban datën 23 qershor 2026, justifikimi është skandaloz. Sipas prokurorisë, Banaking ishte viktimë e pastër e një tentative kontaminimi nga grupe kriminale ndërkombëtare dhe për këtë arsye, gjykata ka vendosur pushimin e hetimeve. Por shembujt nga terreni tregojnë të kundërtën. Për herë të parë emri i Trifon Muratajt si trafikant kokaine u përmend më 30 dhjetor 2021, kur në magazinat e kompanisë Ziko Banaking u kapën 119 kg kokainë. Ai nuk u arrestua, përkundrazi, jetonte lirshëm, drekonte e darkonte me zyrtar të lartë policie dhe prokuror, ndërsa nipi dhe shoferi i tij u përdorën për fasad dhe më pas u liruan. Më 17 korrik 2022, nga kontejneri i Banaking u zhdukën 50 arka me afro 1.5 ton kokainë. Më 4 nëntor 2022 u kapën 35.5 kg. Më 8 dhjetor 2023, një ton u lejua të dilte pa kontroll. Megjithatë, Murataj nuk u arrestua asnjëherë dhe aktiviteti i tij nuk u bllokua. Historia e tij e ershme tregon dështimin e sistemit që nga nëntori 2014, kur policia e Ekuadorit raportoi 33 kg kokainë në kontejnerin e kompanisë, dhe deri në qershor 2018, kur DEA njoftoi trafikun masiv të kokainës në bashkëpunim me Arbeni Sufin, Murataj mbeti i paprekshëm. Murataj ka arritur të korruptojë çdo hallk të zinxhirit institucional. Prej vitesh ai është trajtuar nga sistemi si bos me imunitet, jo vetëm që nuk u arrestua kurrë, por është mbrojtur nga drejtësia dhe policia. Madje, organizata ndërkombëtare C4 ADS, e specializuar në ndjekjen e rrjeteve kriminale globale, e ka përmendur Trifon Muratajn si një nga eksponentët më të rrezikshëm të trafikut të kokainës në Ballkanin Perëndimor, me degëzime të fuqishme në Amerikën Latine dhe vendet e EBE-s. Si duket, tani gjyqësori ul në gjunjë para tij. Në shumë raste, Rahman Selmanllari ka rezultuar si prestanome i Shkëlzem Berishës në grabitje tokash në Bregdet, ndërtime, pastrim parash, transaksione financiare, trafik droge me makinat ambasadave dhe biznes armësh, një ndër të cilat ortakëria e vërtetuar në fabrikën e Gërdecit. Kjo lidhje e Rahman Selmanllarit me Shkëlzem Berishën vazhdon prej 13 vitesh edhe pas largimit të familjes Berisha nga pushteti, duke përfituar leje ndërtimi, toka e licenca nëpërmjet pazareve të Sali Berishës me Edi Ramën, por edhe duke krijuar ortakëri me miq, klientë e shërbëtorë të Edi Ramës. Dokumenti që po publikon pamfleti zbulon ortakërinë e Rahman Selmanllarit me Ismet Shehun, pronari i resortit Sereni Dajt dhe i njohur si kuzhinjeri personal i Edi Ramës dhe familjes së tij në Sarajet e Surrelit. Rahman Selmanllari dhe Ismet Shehu janë bashkëpronar të kompanisë RM Group SHPK, që ka si aktivitet një resort me bar kafe, restorant, hoteleri, stacion plazhi, parking dhe mjedise shërbimit të tjera argëtuese me pub e jet ski në Dhërmi. Të biznes me nga 50% aksione secili, ata e kanë filluar më 19 maj 2026, pas përfundimit të resortit me leje zhvillimi e ndërtimi dhe toke sipërfaqe plazhi Falas, të dhëna nga Edi Rama si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit. Resorti i Rahman Selmanllarit, lavatriçe i parave të familjes Berisha dhe i Ismet Shehut, kuzhinjeri të familjes Rama në Surrel, është ndërtuar në zonën kadastrale numër 1481 dhe quajtur Skalikare në Dhërmi, bashkë me burimin financiar të investimit. SPAK mund të hetojë dosjen e pronësisë së 18.300 m2 tokë, pasi ka indicie që kjo sipërfaqe është pjesë e vendimit numër 708, datë 21 nëntor 2018 të qeverisë, me objekt regjistrimin dhe kalimin administrim të Ministrisë së Turizmit të pronave shtetërore në vijën bregdetare Vlorë Himar, të cilat janë dhuruar për oligark, klientë miq si Rahman Selmanllari i Shkëlzem Berishës dhe Ismet Shehu i Edi Ramës, pas një dyshim që edhe në këtë resort në Dhërmi, brenda ortakërisë 50% në emër të Rahman Selmanllarit, qëndron Shkëlzem Berisha, ashtu si në grabitjen e tokave, biznesin e kullave dhe pallateve. Sa për kujtes, mega restoranti Sereni i Ismet Shehut në Dajt është ndërtuar në truallin e ish repartit ushtarak numër 3031 në Surrel, me sipërfaqe 40.000 m2, nga e cila 1456 m2 objekte dhe 10 tunele me sipërfaqe funksionale 37.543 m2, të dhëna me kontratë €1
me vendim numër 329 datë 22 prill 2020 të firmosur nga Edi Rama, ndërsa Rahman Selmallari gjatë pushtetit të PD-s, në hijen dhe me fuqinë e Shkëlzen Berishës dhe për llogaritë të tij, ka grabitur rreth 300 hektar tokë në bregdetin Vlorë Ksamil me dokumente të falsifikuara e vendime gjyqësore të sajuara, mes tyre 137 hektar në Ksamil. Në vijim do të flasim për rolin aktiv të Rahman Selmallarit si prestanome i Shkëlzen Berishës, edhe në biznesin me 26 viktima në fabrikën e demontimit në Gërdec, nga dosja hetimore të cilit ju hoqë emri me ndërhyrjen e Sali Berishës. Një gjykat në Spanjë ka dënuar David Sanchez, vëllain e kryeministrit Pedro Sanchez, për shpërdorim detyre administrative, duke skualifikuar për 9 vjet nga mbajtja e funksioneve publike. Gjykata arriti në përfundimin se posti publik që ai mori në vitin 2017 në Këshillin Vendor të Badajoz ishte krijuar posaçërisht për të. Bashkë me të u dënua edhe Miguel Ángel Agalardo, ish president i Këshillit Vendor dhe drejtues rajonal i PSOE-s, i cili u skualifikua për 18 vjet nga funksionet publike. Sipas vendimit të gjykatës, 11 të dënuarit morën pjesë në krijimin e një posti të panevojshëm në administratë me qëllimin që ai të plotësohej nga David Sanchez. Ndërkohë akuza për ushtrim ndikimi u rrëzua për mungesë provash. Vendimi përbën një goditje të fortë politike për kryeministrin spanjoll, i cili prej muajsh ndodhet nën presion për shkak të hetimeve që kanë prekur njerëzit më të afërt të tij. Bashkëshortja e tij, Begoña Gómez, vijon të jetë nën hetim, ndërsa figura të rëndësishme të Partisë Socialiste janë përballur me akuza arrestime ose dënime. Mes tyre është edhe ish ministri i transportit José Luis Ábalos, i dënuar nga drejtësia spanjolle për vepra të lidhura me korrupsionin. Për vite me radhë, Pedro Sanchez është konsideruar një nga figurat më të fuqishme të së majtës europiane dhe një prej aleatëve politik më të afërt të Edi Ramës. Sot megjithatë kalendari politik i Sanchez po diktohet nga gjykatat dhe hetimet, jo nga agjenda e tij qeverisëse. Në Tiranë panorama paraqitet krejt ndryshe. Emri Olsi Ramës, vëllait të kryeministrit Edi Rama, është përmendur publikisht në disa çështje me profil të lartë, përfshirë dosjen e laboratorit të kokainës në Zibrak dhe hetime jashtë Shqipërisë që lidhen me mashtrimet me call center të Milton Group. Megjithatë, autoritetet shqiptare nuk kanë ngritur akuza penale ndaj tij. Jo vetëm kaq, por miku i tij Amanti Josifi nuk u prek nga drejtësia shqiptare, siç kanë raportuar OCSRP dhe mediat e tjera. Josifi ishte ortak biznesi me Olsi Ramën në kompaninë Pegasus Communication deri në vitin 2017 dhe kjo lidhje ka ngritur dyshimet vazhdueshme për mbrojtje nga nivelet më të larta. Hetimet ndërkombëtare e përshkruajnë atë jo thjesht si administrator, por si një bos mashtrimi me akses politik dhe lidhje me grupin ndërkombëtar Milton Group, i cili operonte 6 nga 15 qendrat e tij në Shqipëri. Po ashtu SPAK mbylli hetimet për çështjen e Zibrakës pa ngritur përgjegjësi ndaj Olsi Ramës, edhe pse faktet janë sheshit se makina që hynte e dilte te magazinat e drogës ka qenë Olsi Ramës. Pikërisht këtu qëndron kontrasti politik. Në Spanjë drejtësia ka goditur njerëzit më të afërt të kryeministrit, pavarësisht kostos politike që kjo sjell për qeverinë. Në Shqipëri vllai i kryeministrit bën ligjin. Dallimi nuk është vetëm juridik, është edhe politik. Në Madrid çdo zhvillim i ri e shton presionin mbi Pedro Sanchez. Në Tiranë Edi Rama nuk është përballur me një situatë ngjashme që të prek drejt për drejt familjen e tij në sallën e gjyqit. Linde Rama çdo vit deklaron apartamente dhe prona shtesë, por nuk ka asnjë verifikim për këto deklarime. Kjo nuk do të thotë se rastet janë të njëjta, as nuk do të thotë se përgjegjësitë janë të krahasueshme, por krijon një kontrast të fortë politik. Në njërin vend drejtësia ka prodhuar vendime që prekin rrethin më të afërt të kryeministrit. Në tjetrin emrat përmendur në debate publike dhe dosje hetimore nuk kanë përfunduar përballë gjykatës, ndërsa Pedro Sanchez përpiqet të mbajë në këmbë qeverinë mes një vale hetimesh, dënimesh dhe krizash politike. Edi Rama vazhdon të qeverisë pa u përballur me një situatë të ngjashme që të prek familjarët e tij në aspektin penal. Dhe ky është kontrasti që sot ndan Madridin nga Tirana. Edi Rama nuk do të ishte as pak i shqetësuar për revolucionin Flamingo nëse do të kishte përballë vetëm aktorët që shohim çdo ditë në shesh, as mbështetësit e tyre, edhe pse ata janë të shumë dhe përfaqësojnë një masë të madhe qytetarësh të pakënaqur. Në një sondazh të publikuar nga një media pranë qeverisë, rreth 40% e të pyeturve deklarojnë se do të votonin një parti të re, ndërsa rreth 50% shprehen se do të votonin partitë tradicionale ku Partia Socialiste nuk kalon pragun e 34%-ve. Sipas burimeve pranë mazhorancës, sondazhet e brendshme që zhvillon Edi Rama paraqesin një situatë edhe më problematike. Pikërisht për këtë arsye, ai po përpiqet të mbajë sa më larg konsolidimin e faktorëve të rinj politik, duke përdorur strategjinë e njohur divide et impera, përça dhe sundo. Mangthi më i madh i Edi Ramës është bindja se largimi i tij po përgatitet jashtë Shqipërisë, dhe se pas këtij procesi qëndrojnë aktorë shumë të fuqishëm sesa ata që shihen në protestë, duke filluar nga disa prej vendeve kryesore të Bashkimit Evropian e deri tek klubet me ndikim në Shtetet e Bashkuara. Dalja publike e Dua Lipës, duke kërkuar largimin e Edi Ramës, përbën vetëm fillimin e një vale më të madhe që pritet të vijë muajin e ardhshëm nga Shtetet e Bashkuara. Sipas burimeve, emra të njohur të Hollywoodit dhe të botës së showbizit pritet të angazhohen në një fushat të gjerë kundër projektit të investimit në
në Zvërnec dhe Sazan. Kjo fushat, sipas të gjitha gjasave, nuk do të fokusohet vetëm tek Shqipëria. Objektivi kryesor pritet të jetë familja Trump dhe kampi republikan, duke përdorur rastin shqiptar dhe marrëveshjen me Edi Ramon si shembull në debatin politik amerikan. Deri në zgjedhjet e mesmandatit në SBA, kjo betejë pritet të marrë një dimension edhe më të madh. Në atë fazë, sipas këtij interpretimi, pritet të përfshihen figura të rëndësishme të Partisë Demokratike Amerikane, të cilat do ta përdorin çështjen shqiptare si pjesë të përplasjes së tyre me familjen Trump. Nëse një skenar i tillë realizohet, ai mund të kthehet në sfidën më të madhe ndërkombëtare me cilën është përballur ndonjëherë Edi Rama. Sipas këtij këndvështrimi, ajo vetëm që do ta ketë vështirë të mbrohet, por mund të dalë politikisht i dëmtuar rënd. Vizitat e shpeshta në Paris dhe afrimi me Emmanuel Macron shihen si përpjekje për të zbutur këtë situatë. Megjithatë, burime pranë mazhorancës bëjnë të ditur se klima është shumë e rëndë nga sa duket publikisht. Vetë Edi Rama, sipas tyre, është i bindur se Europa po ndjek një strategji të mirë koordinuar ndaj tij, një lojë ku Emmanuel Macron ofron karrotën, ndërsa Friedrich Merz përdor shkopin, një kombinim presioni dhe dialogu që synon të adopsoj politikisht deri në pikën e largimit. Sipas të njëjtave burime, pikërisht në momentin kur ky proces të arrijë kulmin, nga Europa pritet të dalin edhe propozimet për menaxhimin e krizës politike shqiptare. Në diskutim përmendet mundësia një qeverie të re të drejtuar nga Partia Socialiste, por me një figurë që shihet si më pranë frymës së protestës. Deri tani emri që qarkullon më fort është Ditmir Bushati. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që të dalin edhe kandidatura të tjera me profil të ngjashëm. Sipas këtij skenari, një qeveri e tillë do të vjonte mandatin deri në vitin 2029, por mbi bazën e një pakete reformash të thella, politike dhe institucionale. Në samitin e NATO-s në Ankara, Edi Rama tentoi edhe një herë të luante rolin e zakonshëm të klounit protokollar, duke përdorur si simbol atletet e bardha. I shqetësuar se do të vijej përballë kritikave për situatën politike në Shqipëri dhe protestat që vazhdojnë prej më shumë se një muaji, ai duket se zgjodhi edhe kësaj radhe të përdorë televizje pa top, duke shpresuar që të fitonte vëmendje përmes imazhit dhe jo përmes politikës. Në një botë virtuale si kjo e sotmja, ja doli që disa portale italiane dhe turke të publikonin fotografi dhe shënime të shkurtra për atletet e tij. Por në momentin më të rëndësishëm të samitit, ato atlete u shndërruan në mallkimin e tij. Sidomos kur Donald Trump nuk denjoi as ta shihte, edhe pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s ja përmendi pranin. Pikërisht ai vështrimi ftohtë i presidentit amerikan duket se ishte dushi i akullt për Edi Ramën, një njerëz që e njeh mirë gjuhën e trupit dhe kodet e komunikimit në samite të tilla. Natyrisht problemi nuk ishin atletet, ashtu siç nuk ishte kostumi ushtarak i Volodymyr Zelenskit, problemi në takimin e tij të parë në zyrën ovale. Çështja është gjithmonë tek mesazhi politik që përcillet. Nëse për vite me radhë Rama është toleruar të sillet si gastori i samiteve ndërkombëtare, sot situata është krejt tjetër. Ai është një nga liderët më jetëgjatë dhe më të kontestuar të rajonit, dhe në një moment të tillë mund të vazhdoj pafundësisht të ndërtoj profilin e tij mbi spektaklin. Recep Tayyip Erdogan mund të tolerohet për shumë gjëra, mund të burgos opozitën, mund të shtyp protestat, por Turqia mbetet një fuqi ushtarake me peshë strategjike në NATO. Për më tepër, Erdogan nuk e ka ndërtuar kurrë profilin e tij ndërkombëtar mbi Karagjozllëkun protokollar. Pikërisht për këtë arsye, në takimin me Emmanuel Macron në Paris, Edi Rama shkoi krejt ndryshe. Pothuajse si Volodymyr Zelenski në vizitën e tij të dytë në Washington, kur vendosi të vishej me kostum. Një përpjekje për zbutur klimën politike, sidomos me njeriu që ai konsideron kundërshtarin kryesor në atë sallë, kancelarin gjerman Friedrich Merz. Shqipëria nuk ka qenë pjesë e takimeve të koalicionit të vendeve mbështetëse të Ukrainës, jo sepse nuk është pro-Ukrainës, por sepse nuk ka peshën politike dhe ushtarake që të jetë faktor në ato tryezë. Megjithatë, sipas burimeve pranë mazhorancës, Rama ka lubuar fort për të qenë i pranishëm në mjediset ku zhvilloheshin bisedimet. Madje thuhet se është kërkuar edhe një ndërmjetësim për të realizuar një takim me kancelarin Merz. Në Tivat, që takimit të tyre të shkurtër, Merz, sipas të njëjtave burime, i kishte kërkuar të kthehej në Tiranë dhe të fliste me qytetarët që kishin dalë në rrugë. Këtë herë, sipas shumë gjasave, Edi Rama po zhvillon përpjekjen e tij të fundit për ndalur valën e dytë të krizës politike që pritet në vjesht. Me Erdoganin, sipas këtij interpretimi, ai zgjodhi kompromisin, duke planuar mbylljen e Universitetit Bedër dhe duke hapur rrugën për zgjerimin e pranisë së institucioneve arsimore turke në Shqipëri. Por me Friedrich Merz, gjasat duken shumë të vogla, edhe pse sipas burimeve, të herë në rol ndërmjetësi është futur vetë presidenti francez Emmanuel Macron.